Në pikat kufitare ka shënuar një fluks të shtuar rritja e kthimit të emigrantëve në AD për festat e fundvitit. Në portin e Durrësit, kjo fundjavë ka shënuar nisjen e fluksit të hyrjedalëve të udhëtarëve me rastin e festave të fundvitit për përballimin e këtij fluksi. Nga 18 dhjetori kanë nisur dhe lundrimet e dyfishta të tragedeve, vajtjeardhje brenda ditës në linja që lidhin qytetin bregdetar të Durrësit me portet fqinje të Italisë. Autoriteti portual i Durrësit bën me dije se përgjatë 2 ditëve të fundit kanë bërritur rreth 5600 udhëtar, ndërsa pritet që gjatë 24 orëve të fundit të rritet dhe numri i udhëtarëve të jetë më i lartë. Lundrimet e dyfishta do të kryhen deri në fund të vitit, nga India deri të dielën, ndërkohë strukturat portuale dhe instancat operuese janë në gatishmëri të plotë për të bërë të mundur menaxhimin e intensitetit të shtuar të lëvizjes së emigrantëve. Si çdo fundvit, edhe në ndërrimin e viteve 2025-2026 parashikohet një rritje e ndjeshme e numrit të bashkëudhëtarëve që preferojnë të udhëtojnë me tragete drejt portit të Durrësit për të ju drejtuar më pas familjeve të tyre. Gjithashtu, nga informacionet mësohet se rritje të fluksit të lëvizjes ka patur edhe në portin e Vlorës.